Gojën e mbyllur nuk e ka. Mua nuk më duket që opozita ka pasur ndonjëherë gojën e Flas mbyllur. për ballë qytetarëve, po flas për standarde përgjegjshmërie, nuk po flas për... Po nuk më duket që opozita ka ndonjë dallim të madh, të paktën ajo që është opozita kryesore ndonjë dallim të madh përgjegjshmërie nga pozita, domethënë kur vjen puna për sa i përket korrupsionit edhe këtyre, vetë fakti që ti ke dy liderat kryesorë të opozitës, domethënë që i ke aktualisht me çështje gjyqësore, tregon që edhe ata në krau tjetër nuk është se kanë atë kartën e bardhë, domethënë e kanë të pa ato shënimet që t'i jepen zakonisht. Kështu që nuk më duket që kanë një kartë morale shumë të fortë, sepse fakti është që janë po të njëjtët njerëz që janë prej 30 vitesh. Dhe mirë që janë prej 30 vitesh, por kanë 30 vitesh dhe janë me çështje gjyqësore. Dhe kjo e bën që në fund të fundit nuk është se ka ndonjë dallim të madh në Rama. Sipas jush janë aty në balancën e gjykimit, parë kjo me çfarë do duhet të vendosin qytetarët në 11 maj. Stalini thoshte dikur që të vrasësh një shkrim, të vrasësh 1 milion statistik, domethënë si duket ka të bëjë me atë mentalitetin. Fakti që ti ke kaq shumë vite, 1 dhe për më tepër je me çështje gjyqësore, 2, të bën ty që kur të shkosh përplasësh me tjetrin, nuk është se mund ta lozësh shumë këtë kartën morale. Dhe nga kjo fakt përfiton dhe Rama.